Ditëve të fundit janë bërë deklarime të shumta lidhur me ligjin për shtetësinë e Republikës Kosovës. Për shkak të interesimit publik, është e rëndësishme të sqarohen disa fakte themelore, posaçërisht lidhur me nenin 31 të këtij ligji. Së pari, neni 31 i ligjit për shtetësinë e vitit 2026 nuk është një dispozitë e re. Ky nen është pjesë e dispozitave themelore të Kushtetutës Republikës Kosovës, përkatësisht neni 155 që derivon nga pakoja e Ahtisarit. Kjo është Kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo drejt nuk është krijuar apo njohur nga kjo qeveri dhe nuk është futur për herë të parë me ligjin e ri, ashtu siç eksponentët e opozitës po e proklamojnë. Kjo e drejt e cila parasheh se Republika e Kosovës u njeh të drejtën e shtetësisë së Republikës së Kosovës, pavarësisht nga vendbanimi i tyre i tanishëm dhe shtetësia që posedojnë të gjithë qytetarëve të ish Republikës Federative të Jugosllavisë, të cilët kanë qenë banorë të përhershëm të Kosovës më në janar vitit 1998, si dhe pasardhësve të tyre të drejtë për drejtë, buron nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës i njohur si pakoja e Ahtisarit, të cilën, siç të gjithë e dini, ne e kemi kundërshtuar në mënyrë fundamentale. Më pas, e njëjta është përfshirë në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka qenë pjesë e pandryshuar e legjislacionit tonë për shtetësinë që nga viti 2008. Ndërsa në vitin 2012, në vend që kjo dispozitë të hiqej nga Kushtetuta dhe të kishte të njëjtin fat si dispozitat e tjera kalimtare, opozita e tanishme, e cila ishte në pushtet në atë kohë, përmes ndryshimeve kushtetuese vendosi ta bartë këtë dispozitë te dispozitat themelore të Kushtetutës me qëllim që ta bëjë pjesë të përhershme të rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Pra në thelb, ajo që opozita sot po e kritikon, e ka burimin pikërisht këtu. Çka nënkupton se ata ose nuk kanë qenë fare të vetëdijshëm për atë që kanë bërë dhe votuar, ose kanë pasur pikërisht qëllimin për të cilën po na akuzojnë neve sot. Për ta përforcuar këtë fakt, zbatimi i kësaj dispozite deri në vitin 2017 ka qenë kompetencë ekskluzive e Ministrisë Punëve të Brendshme. Nga koriku i vitit 2017, si rezultat i procesit të dialogut të udhëhequr nga Dita Tahiri, gjatë qeverisjes PDK-LDK, kjo kompetencë është bartur në nivel komunal, duke larguar kompetencën e nivelit qendror për zbatimin e kësaj dispozite. Prandaj, deklarimet e opozitës në media se para ndërtesës së Ministrisë Punëve të Brendshme janë bërë radhë të gjata për aplikim për shtetësi, tregojnë se ata jo vetëm që nuk e njihnin ligjin, por nuk ishin të vetëdijshëm as për veprimet që vetë i kanë ndërmarrë. Tashmë, me udhëzimin e ri administrativ, do ta rregullojmë edhe këtë lëshim të opozitës së tanishme, duke centralizuar përsëri kompetencën për zbatimin e këtij ligji. Prandaj, është e pasakt të pretendohet se ligji i vitit 2026 ka hapur rrugë të reja për fitimin e shtetësisë apo ka zgjeruar kategoritë e përfituesve. Asnjë kriter material nuk është ndryshuar. Përkundrazi, në fakt, ajo që është bërë me ligjin e ri është harmonizim i plot i formulimit ligjor me tekstin e Republikës së Kosovës. Përderisa ligjet paraprake të viteve 2008 dhe 2013 i konsideronin këta persona automatikisht shtetas, ligji i ri u njeh këtë drejt për të cilën duhet të plotësohen kushtet e parapara me udhëzim administrativ. Është me rëndësi të sqarohet se dy ligjet paraprake kanë paraportë që kushtet që duhet të plotësohen të përcaktohen nga një rregullore e UNMIK-ut e vitit 2000, ndërsa ne kemi paraportë që këto kushte të përcaktohen nga Ministria e Punëve të Brendshme pa qenë të kufizuar nga ajo rregullore. Prandaj, debati nuk duhet të zhvillohet sikur bëhet fjalë për një politikë të re të qeverisë apo të Ministrisë Punëve të Brendshme.
bëhet fjalë për zbatimin e një detyrimi kushtetues që ekziston prej më shumë se një dekade e gjysmë dhe që është pjesë e rendit juridik të Republikës së Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të zbatojnë kushtetutën dhe ligjet në mënyrë të barabartë për të gjithë, pa dallim etnie apo përkatësie politike, duke garantuar siguri juridike dhe respektim të rendit kushtetues në çdo cep të vendit. Për fund, sikurse në secilin dimension institucional të Republikës sonë, qeverisja jonë pikën më të dobët saj e ka trashëgiminë e keqe nga qeverisjet paraprake, të cilën me shumë punë kemi nisur ta tejkalojmë dhe do të vazhdojmë ta përmirësojmë edhe më tej. Po ashtu, unë ftoj opozitën e tanishme edhe tashme, që në legjislaturën e 19 të na bashkangjitet në ndryshimin e kushtetutës përfshirë edhe këtë dispozit. Unë tash ja kaloj fjalën Qëndrim Bytyqit, drejtorit të Departamentit Ligjor në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që më në detaje ta sqaroj këtë çështje për cilën unë i fola. Faleminderit ministër, atëherë nëse mundi veç me u fokusu te ky prezantimi këtu. Siç e përmendi edhe ministri, edhe besoj e keni ndëgju, në 22 maj 2026 ka hyrë në fuqi ligji i ri për shtetësinë, ku ajo që është diskutuar më shumë edhe që e përmendi ministri është pikërisht neni 31, që ka të bëjë me regjistrimin dhe përcaktimin e shtetësisë. Këtu në këtë prezantimi kemi vendosur në 4 kolona, fillimisht kushtetutën, neni 155, i cili e parasheh këtë drejt që nga viti 2008, pastaj ligjin e vitit 2013 për shtetësi, ligji 04-215 që ka qenë fuqi deri me 22 maj 2026, edhe ligjin e parë për shtetësi pas miratimit kushtetutës, që është miratuar në vitin 2008. Ky është neni i njëjtë që është në të 4 aktet, aktualisht është neni 31, ligjin paraprak ka qenë neni 32. Nëse shohim formulimin e ligjit, neni 31 të ligjit aktual, Republika e Kosovës u anjet drejtën e shtetësisë Republikës Kosovës, pavarësisht nga vendbanimi i tanishëm, dhe shtetësia që kanë gjithë qytetarëve të ish Republikës Federative të Jugosllavisë, cilë ka qenë banor të përhershëm të Kosovës më në janar 1998 dhe pasardhësve të tyre të drejt për drejt. Formulimi i njëjtë, po besoj mundem me pa, është kopi prej dispozitës kushtetutës nenit 155 paragrafi 2 të kushtetutës. Një formulim i ngjashëm në materje i njëjtë, por me disa formulime pak më ndryshe, ka qenë vitin 2013 dhe 2018, ku këtu besoj mundin me pa dallimin kryesor që tek ligji vitit 2013 dhe 2008 është përdor termi konsiderohen shtetas të Republikës Kosovës, njësoj mundi me pa edhe të ligji vitit 2028, konsiderohen shtetas të Republikës Kosovës, pra ligji për dallim prej kushtetutës, për shkak që kushtetuta e ka njoftë të drejtën, e njohja e drejtës nuk kupton që duhet plotësohen kushte se si një person mundet me arrit deri te fitimi i shtetësisë, ndërsa ligji vitit 2013 dhe 2008 kanë shku përtej kushtetutës për shkak që kanë konsideruar shtetas Republikës gjithë këta persona. Në ligjin e vitit 2026, që tash ka hyrë në fuqi, e shihni këtu që është formulimi i njëjtë sikur në kushtetutë, që domethënë ligji u anjet të drejtën e shtetësisë, por që duhet të plotësohen kriteret. Edhe sa i përket pasardhësve, e shihni te kushtetuta neni 155, këtë drejtë e ka parapar edhe për pasardhës të drejt për drejt. Po kjo duhet sqarohet që sipas kushtetutës dhe ligjit, kjo e drejt u njihet vetëm pasardhësve drejt për drejt. Pasardhësi drejt për drejt, ligjërisht kuptohet gjenerata një gjenerat. Domethënë personi dhe vetëm një gjenerat pasardhësi i tij, jo siç është pretenduar që kjo mund shkojë edhe në gjenerata të tjera. I njëjti dispozit ka qenë edhe në ligjin 2013 dhe 2018, ku të dy ligjet kanë parapar të drejtën për njohjen e kësaj drejte edhe për pasardhësit. Nëse shohim pjesën tjetër të nenit, e shihni që është dispozitat e njëjta, i vetmi dallim është që ligji i vitit 2008 dhe ligji i vitit 2013 në një dispozit kanë përcaktuar që
kriteret dhe kushtet se kush konsiderohet shtetas dhe banori përhershëm i Kosovës, do të përcaktohen sipas një rregullore të vjetër të UMIK-ut të vitin 2000, e që në ligjin aktual kjo dispozit nuk ekziston për shkak që është parapat që kushtet, procedurat rregullohet me akt nënligjor të ministrit. Ministri e përmendi shkurt nenin 155 kushtetutës, unë veç po du me sqaru që në vitin 2012, kur është bërë amandamentimi i kushtetutës, edhe janë largu disa nga dispozitat kalimtare që kanë qenë kushtetut, e që ideja dispozitave kalimtare është që të jenë të vlefshme për një periudhë caktuar. Në vitin 2012, me amandamentim të kushtetutës, janë fshi shumica prej dispozitave kalimtare. Këtu mundi me pa, tu fillu prej nenit 146, e keni në pjesën në klapa ku përmes amandamentit fshihet. Neni 147 përsëri fshihet, neni 148, vazhdon gjitha nenet e kushtetutës, dispozitave kalimtare, pastaj kur vihet te neni 155, do të thonë një dispozit që në karakter ka qenë kalimtare, e kufizuar, me amandamentin e kushtetutës, bartet te kapitulli 1 te dispozitat themelore. Është vetëm kjo dispozit, edhe dispozita e refugjatëve dhe personat e zhvendosur, cilët me ndryshimet e vitit 2012 janë bartë te dispozitat themelore të kushtetutës, ndërsa gjitha dispozitat tjera që kanë qenë në kushtetut janë fshirë. Edhe një çështje që është me rëndësi me theksu është që ligji e pa që parashet që dy kriteret që janë për me fitu, për me njoft dikujt e drejta shtetësisë është, e para të kenë qenë shtetas të SHRF-s, edhe e dyta të kenë pasur banimin e përhershëm në vitin 1 janar 1998. Sipas ligjit, banimi i përhershëm nënkupton që para vitit 1998, personi duhet me dëshmu që ka pas banim për paktën 5 vite në Kosovë, që i bie minimumit ka qenë para banori i Kosovës para vitit 1993. Do të thonë në mënyrë që ta mbrija periudhën prej 5 viteve që parashihet në ligj. Kjo besoj këtë pjesën e parë mundeni me marr edhe si pamje për shkak që është shumë e rëndësishme për me sqaru se cilat janë dallimet edhe ngjashmëritë mes ligjit të ri e ligjeve paraprake edhe kushtetutës.